5, 4, 3, 2, 1. Përshëndetje të nderuar shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Flaka Zogu dhe ju mirëpres në episodin e parë të podcastit ton 5 pyetje. Çdo të shtu në 5 pyetje do të shtjellojmë njërin nga temat kryesore të javës, shkurt, qartë dhe përcjell tek ju përgjigjet që ju duhen. Diaspora e Kosovës, votimi i tyre në zgjedhjet e 28 dhjetorit, ishte temë diskutimi deri në përplasje midis partive politike nga mospajtimet e tyre se ku të votojnë ata. Diskutimi se ku të votojë diaspora u përcoll edhe me akuza midis partive politike mes atyre se kush mban shpresën tek votat e diasporës e kush i friksohet votës së tyre. Në 5 pyetje, në episodin e parë të këtij podcasti, në këtë temë do të përgjigjet Lirim Krasniqi nga organizata Germin. Aty është bashkëdrejtor në këtë organizatë e cila përpiqet dhe ka angazhimin e saj në lidhjen e diasporës me vendlidhjen. Përshëndetje zotëri Krasniqi dhe mirë se ardhët në episodin ton të parë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi me qenë për herë të parë në këtë format me juve. Do të filloj me pyetjen e parë të këtij podcasti, në vlerësimin e juaj. Pse diaspora është shndruar në një fushë betejë midis partive politike, pothuajse para secilës palë të zgjedhjeve në vend? Arsyeja është kryesisht elektorale, sepse ne flasim, siç e thatë edhe ju, për diasporën në kuptimin politik vetëm para zgjedhjeve. Dhe kjo nuk lidhet vetëm me votat e diasporës ose votat që vijnë nga jashtë, të cilat bashkëdhetarët tanë i dërgojnë përmes postës dhe tashmë që nga zgjedhjet e kaluara edhe duke votuar fizikisht në qendrat e votimit në misionet diplomatike, por edhe për shkak të ndikimit që diaspora ka në Kosovë në kuptimin politik. Ky ndikim i tyre manifestohet përmes familjeve të tyre, përmes të afërmeve të tyre, përmes rrethave shoqërore, po gjithashtu edhe përmes mbështetjes që japin partive politike në kuptimin e organizimit, në kuptimin e mobilizimit e kështu me radhë. Pra, kjo bëhet temë gjatë para zgjedhjeve për shkak se partitë politike e shohin diasporën si një fuqi ndikuese në rezultatin zgjedhor. A është përcaktuese për rezultatin? Nuk do të thoja që është përcaktuese. Nëse është kaq diskutabile ose kaq çështje që sjell përplasje mes partive, ai bie që të jetë përcaktuese për rezultatin e tyre në zgjedhje. Nuk do të thoja që është përcaktuese deri në atë nivel që të vendosë se kush do të fitojë zgjedhjet, por është ndikuese në masë jashtëzakonisht të madhe sa për të mos anashkaluar në këtë drejtim. Këta e kemi parë në zgjedhjet e kaluara, e kemi parë edhe para atyre zgjedhjeve, kur diaspora kishte votuar në masë të madhe nga jashtë. Në zgjedhjet e fundit kemi pas rreth 100.000 persona të regjistruar dhe në fund kanë rezultuar diku rreth 65.000 vota të vlefshme, të cilat përbëjnë, si të thuash, dikon rreth 7 deri në 8% e votave të përgjithshme të vlefshme. Nëse e përkthejmë në numra në kuvend, i bie që diaspora në bazë vetëm të votave nga jashtë i zgjedh dikon mes 8 deri në 10 deputet. Por ndikimi nuk kufizohet vetëm në votat nga jashtë, siç e thash, pasi që bashkëdhetarët tanë kanë ndikim në sjelljen votuese të votuesve të Kosovës përmes lidhjeve familjare, shoqërore që ata i kanë. Kështu që diaspora është e rëndësishme në kuptimin elektoral, dhe kjo është arsyeja kryesore pse partitë politike përplasen sa i përket votimit të diasporës dhe pjesëmarrjes së diasporës në zgjedhje. Si pyetje e dytë, zotëri Krasniqi, a shohim sot tek partitë një qasje reale për diasporën apo veç është një interes elektoral që shfaqet në fushat zgjedhore para zgjedhjeve? Është kryesisht interes elektoral, sepse ne nuk kemi pa një qasje përmbajtësore kafshi diasporës, dhe kjo nuk është manifestuar as në programet e partive politike. Ne kemi analizuar si organizat për zgjedhjet e shkurtit programet e gjitha partive dhe një pjesë e madhe e tyre janë shumë sipërfaqësore. Domethënë, programet që lidhen me diasporën ose që përfshin diasporën janë vetëm disa rreshta brenda programeve të partive politike,
Programe të cilat edhe ashtu krijohen, draftohen shumë pak para zgjedhjeve. Edhe në këtë drejtim, jo vetëm që nuk i kushtohet vëmendje programore, por nuk konsultohet në vazhdimsi mërgata jonë sa i përket çështjeve kryesore që kanë të bëjnë me zhvillimin ekosistem. Pse ndodh kjo sipas jush, s'ka vullnet apo cila është arsyeja nëse janë këto parti që e konsiderojnë mërgatën si një prej elementëve më të mëdhej të fuqizimit ekonomik të vendit? Unë kam përshtypjen që kjo nuk lidhet vetëm me mërgatën, por lidhet me modelin e demokracisë në Kosovë. Ne veç se kemi jashtëzakonisht shumë tipare të një demokracie elektorale, që njihet edhe në literaturë, dhe një demokracie elektorale, sjelljen e aktorëve politik kryesor e bën në bazë të opinionit të aty për aty shumë të zgjedhësve. Dhe ne prandaj edhe në tema të tjera kemi polarizime të shumta shoqërore për shkak se partitë politike nuk është se ndjekin një ideologji të caktuar, mirë po e ndjekin atë që i pëlqen publikut ta dëgjojë. Dhe kjo manifestohet edhe në diasporë, prandaj nuk ka përfshirje të mirëfillt, nuk ka konsultime të mirëfillta me mërgatën, me grupe të ndryshme, por ka vetëm deklarime ose opinione të aty për atyshme të cilat synojnë që ta mobilizojnë votuesin e diasporës në momente të caktuara kur ne kemi zgjedhje. Tash fati ynë është që ne po kemi zgjedhje shpesh, edhe po na vjen me dëgjues më shpesh edhe për këtë temë. Edhe këtë diskutim. Në pyetjen e tretë, zotri Krasiqi, e kemi pasur që kjo javë diskutimi për diasporën ka nisë nga ky elementi i votimit në qendra alternative, si propozimi vetëvendosjes në KQZ dhe si ankimim nga LDK-ja dhe urrëzu në fund kjo si ide. Pse është kaq e rëndësishme ku voton diaspora në vendet ku jetojnë, ambasadë, në konsulat apo në qendra alternative? Kush fiton edhe kush humb prej krejt këtij diskutimi? Po si fillim, ndoshta ky debat është diskutuar, po mirë po nuk janë thënë shumë elemente të rëndësishme që do të ndikonin në informimin e saktë. E para është që të drejtë vote kanë vetëm shtetasit e Kosovës, që nga ndryshimi i ligjit për zgjedhjet në vitin 2023, e drejta është kufizuar vetëm në shtetasit e Republikës Kosovës dhe jo persona të tjerë të cilët mund të kenë ndonjë dokument që i lidh me Kosovën. Dhe deri këtu jemi okay, pavarësisht vendbanimit të një personi përderisa është shtetas, bashkë me detyrimet që i merr. Si shtetas i merr edhe përgjegjësitë edhe të drejtat që i takojnë, në këtë rast e drejta për të zgjedhur është një nga të drejtat themelore që garantohet edhe në kushtetutë. Sa i përket formës së votimit, ekzistojnë praktika të ndryshme ndërkombëtare dhe Kosova nuk bën asnjë lloj përjashtimi këtu. Unë do të citoja një raport të Komisionit të Venecias të vitit 2011, i cili thot, po citoj, shtetet nuk janë të obliguara ta garantojnë të drejtën e votës jashtë vendit, mirë po kur ato e parashohin këtë me ligj dhe kushtetutë, duhet të sigurohen që ajo e drejtë ushtrohet në mënyrë të njëjtë sikurse për shtetasit që jetojnë brenda vendit. Dhe këtë drejtim, zgjerimi i mundësive të votimit, jo vetëm përmes postës, por edhe në misione diplomatike në qendrat e votimit jashtë vendit, i kontribuon krijimit të mundësive të ushtrimit të drejtës së votës, njësoj sikurse të një trajtimi të barabartë mes. Domethënë bëhet fjalë për një trajtim të barabartë dhe deri këtu jemi shumë okay dhe është bërë shumë mirë që është zgjeruar mundësia e votimit. Këtu vlen me u theksu edhe drejta e dërgimit të votës me postë brenda shtetit ku jeton, që e ka përshpejtuar jashtëzakonisht shumë procesin sepse ne të kaluarën kemi pas vonesa në ardhjen e zarfeve me flet votime në Kosovë, pastaj ato zarfe janë përjashtuar nga procesi i numërimit. Gjithsesi, është shumë e rëndësishme në debatin e fundit me u kuptu që hapja e qendrave alternative të votimit ekziston si praktik, edhe ligji nuk e ndalon këtë, mirë po duhet të ketë një lloj arsyeshmërie pse kërkohet një gjë e tillë. Dhe mbasi disa kritere kush duhet të jenë ato qendra alternative. Domethënë, nëse ne kërkojmë të hapim qendra të reja të votimit, jashta objekteve zyrtare të shtetit Kosovës, duhet ta kemi një bazë të mirë argumentuese pse po e bëjmë një gjë të tillë. E para lidhet me numrin e votuesve. Nëse ne ju referohemi zgjedhjeve të shkurtit, vetëm 20.000 persona janë regjistruar për të votuar në fizikisht në qendrat e misioneve diplomatike dhe për atyre 20.000 vetëm 15.000 e kanë ushtruar atë të drejtë. Asnjë prej qendrave të votimit
në misione diplomatike në zgjedhjet e shkurtit, nuk e ka plotësuar numrin maksimal të votuesve të regjistruar. Kjo nënkupton që nuk ka ndonjë interesim shumë të madh prej diasporës me votu fizikisht, sepse votimi fizik në diasporë kërkon një përpjekje pak më të madhe. Domethënë nuk është sikur se ne në Kosovë që shkojmë brenda qytetit ose komunës tonë për të ushtruar të drejtën e votës, jashtë vendit ka mundësi që duhet me udhëtu disa dhjetra e qindra kilometra për ta bërë një gjë të tillë, dhe opsioni më i preferuar i diasporës, duke ju referuar zgjedhjeve të fundit, ka qenë dërgimi i votës me postë brenda shtetit. Dhe në këtë drejtim, unë mendoj që kërkesa si e tillë nuk është se ka pas një bazë në kuptimin e votuesve. Përveç kësaj, duhet ta kemi parasysh që qendra e votimit duhet të ketë disa parametra që implikojnë edhe çështjet të sigurisë, dhe në praktikën ndërkombëtare në raste të ngjashme nevojitet edhe autorizimi i institucioneve lokale të shtetit në të cilin organizohet ai proces, dhe në raste kur numri i votuesve është shumë i madh, nevojitet edhe marrëveshje bilaterale me atë shtet, sepse implikohen çështjet e sigurisë që duhet të garantohen. Në pyetjen time të katërt nga 5 sa kemi përzgjedh, lidhet pak me atë që thatë, se kur je shtetas i Kosovës dhe jeton jashtë vendit, përveç obligimeve që merr, ke edhe të drejtat dhe kompetencat mbase për t'i ushtruar këto drejta. Do të bëj pyetjen që po besoj jeni përgjigj edhe privatisht ndonjëherë, edhe që është e shpeshtë, pse duhet të votojnë mërgjimtarët nëse nuk jetojnë në Kosovë? Si është përgjigjja ndoshta e Germen mbi këtë diskutim në opinion? Përveç faktit që janë shtetas, janë pjesë e Kosovës në çdo lloj dimensioni të mundshëm, duke filluar nga ai social, ekonomik dhe politik. Dhe kontributi i diasporës është i padiskutueshëm në çdo etapë të zhvillimit të Kosovës. Dhe e kanë një lloj të drejtë edhe morale të përfshirjes në proceset politike në Kosovë. Po më shumë se kjo, me opinioni ynë edhe si Germen, cilën e kemi shprehur, është që vota është një mjet shtesë për t'i mbajtur bashkëdhetarët e lidhur me Kosovën. Ne jemi një vend i vogël, me një popullsi shumë të vogël, dhe nuk e kemi luksin t'i përjashtojmë një pjesë të popullsisë që jeton jashtë vendit në proceset tona politike. Dhe vota nuk është mjeti kryesor për ta bërë një gjë të tillë, por ndihmon që ata të ndjehen të lidhur, të përfshirë në Kosovë, dhe si rrjedhoj të angazhohen edhe më shumë në tema të tjera që nuk lidhen vetëm me politikën. Pra vota është një mjet për t'i bërë ata pjesë të asaj që ju takon, në këtë rast edhe vendimarrjes politike. Mirë, po ata po votojnë për 2 javë të vitit që i kalojnë në Kosovë. Do të ishte ky argumenti i palës që kundërshton këtë proces. E kuptoj, ky është argument që diskutohet jo vetëm në Kosovë, edhe në shtetet të tjera, në shoqëri të tjera. Mirë, po për neve ky argumenti tjetër peshon më shumë. Unë nuk po them që disa s'kan të drejtë që e shtrojnë këtë argument që ndoshta nuk duhet të votojnë, mirë, po argumenti tjetër, kur i ballafaqojmë të dy argumentet, peshon më shumë, sepse ne jemi shtet i ri dhe kemi shumë nevojë që sa më shumë njerëz të përfshihen në proceset politike. Kjo edhe për të arritur legitimitetin e institucioneve të dala nga zgjedhjet. Sa më shumë persona që votojnë në zgjedhje, aq më legjitime janë ato institucione. Pastaj në zgjedhje nacionale, parlamentare, votohet për tema nacionale, kryesisht. Po. Dhe në këtë drejtim, diaspora është edhe teknikisht e përfshirë, sepse ata që janë shtetas të Kosovës janë të lidhur edhe në mënyrë administrative me Kosovën, përmes pronave që kanë këtu, përmes investimeve që i bëjnë këtu, përmes familjarëve të tyre e kështu me radhë. Pra, në shumë dimensione, argumenti pro votës së diasporës peshon shumë më rënd se argumenti sa i që s'duhet votojnë. Dhe në pyetjen e 50 fundit, në vlerësimin edhe në angazhimin e juaj si Germen, çfarë është ajo që realisht e kërkon diaspora prej shtetit Kosovës? A kërkojnë më shumë përfaqësim politik, a kërkojnë më shumë investim, apo thjesht ta kenë një lidhje serioze me shtetin e tyre anë? Kjo është një pyetje pak e vështirë, sepse nuk mundemi me i përmbledh kërkesat e diasporës në një. Kur flasim për diasporën, jemi duke folë për një komunitet shumë heterogen, madje më heterogen se sa ne që jemi në Kosovë, për shkak të kulturave, shoqërive të ndryshme në cilat ata rriten, zhvillohen dhe jetojnë. Dhe në këtë drejtim, kërkesat e diasporës janë të ndryshme varësisht prej kategorive të saj. Ka rrjete komunitetet të biznesit të diasporës, të cilat kërkojnë më shumë
hapësirë në kuptimin e më pak barriera administrative dhe procedurale për të investuar në Kosovë, kërkojmë pako më të mira fiskale për të realizuar investimet e tyre ose për të sjellë partnerë të tyre këtu. Pastaj ka të rinj të cilët kërkojnë që të angazhohen edhe në institucione. Kemi së viteve të fundit disa programe që synojnë ta sjellin atë kapitalin njerëzor edhe dijen e tyre në Kosovë. Po më e rëndësishmja çka do të thoja unë, sepse nuk ka një matës për ta përfaqësu kërkesën e diasporës, është që diaspora kërkon të jetë e dëgjuar dhe e përfshirë në të gjitha proceset politike. Edhe nëse ne vendosim që ta kufizojmë ndikimin e tyre politik, është shumë e rëndësishme ta kuptojmë që ti trajtojmë ata si pjesë përbërëse të Kosovës dhe pjesë të një trungu të përbashkët, dhe jo ti trajtojmë ata si dikush që është në anën tjetër. Pra, ky debati ne dhe ata nuk i kontribuon zhvillimit as të Kosovës, pa as përfshirjes. Ndikon përçarjen e popullatës rezidente me ata që janë jashtë vendit? Ndikon edhe në përçarjen e popullatës rezidente, ndikon edhe në dekurajimin e bashkëdhetarëve tanë për t'u angazhuar, sepse duhet të jetë një ambient gjithë përfshirës dhe jo një ambient që na ndan ne dhe ata. Faleminderit shumë Zuri Krasniqi që ishit pjesë e podcastit dhe për bisedën që zhvilluam. Faleminderit edhe juve, kënaqësi. Dëgjues dhe shikues të Radios Evropa e Lirë, ky ishte epizodi i parë i podcastit 5 pyetje. Shihemi dhe dëgjohemi të shtunën e radhës. Faleminderit.